Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakojemi në kanalin ton Monitor TV për të komentuar dhe për të ndarë me ju lajmet më të fundit që kanë të bëjnë nga jeta e artistëve tash. Kohën e fundit janë shumë në qendër të vëmendjes. Miri së fundmi ka qenë shumë prezent nëpër media, do me thënë në shumicën e intervistave ka dhënë bindjet e tij, ka dhënë mendimet e tij dhe unë kam arritur të kuptoj kam arritur të bëj një konkluzion të gjës se çfarë po ndodh tashmë në jetën e Mirit, një artist i madh, një personazh që në fakt me West Side Family ka mbajt publikun mbërthyer për artin e tyre me këngët e bukura. Por Miri tregoi edhe një dimension tjetër në shtëpinë e Big Brotherit, atë Mirin e ëmbël, Mirin romantik dhe Mirin shumë të dashur. Marrëdhënia me Mateo në fakt nuk më ka pëlqyer fakti që në natën kur Miri ishte i ftuar tek procesi sportiv, do me thënë qasja e tij me Mateon, e pash që kishte një hatërmbetje, pash që kishte një inat dhe akuzonte në fakt Mateon për këngën, duke në një farë mënyrë duke e ironizuar faktin që Mateo është bërë këngëtar. Këtë gjë duhet ta themi, do me thënë Mateo nuk është këngëtar, por ka kënduar një këngë në kuadër të procesit sportiv, një këngë e cila është e Mateos, por ka qenë do me thënë e insinuar nga ana e produksionit për të bërë një moment interesant. Dhe këtu nuk ka asnjë gjë të keqe në qoftë se një personazh publik shprehën artin e tij shumë dimensional në të gjitha dimensionet dhe kjo nuk është gjë e keqe. Përkundrazi është gjë shumë pozitive sepse i dhuron asaj gjëje i dhuron procesit një ngjyrë shumë të bukur. Por tek Gimbo dhe Selin pash një Miri i cili kishte akoma vazhdonte të kishte inate dhe hatërmbetje, akoma vazhdonte të kishte mlefe. Përzjodhi Kristi në një kombinim mes Mateos, Gimbos edhe Kristit, sepse Kristin e quajti artist, ndërsa këto dy të tjerë i ironizoi. Kjo tregon që Miri akoma nuk është se i ka pastruar, ato hatërmbetjet dhe inatet me ish banorët e Big Brotherit tashmë. Fatkeqësisht Big Brotheri vazhdon të shndrohet një gjë reale në jetën e këtyre personazheve në momentin kur dalin nga shtëpia. Për çiftin Briteo, Miri siç duket nuk beson që mund të jenë një çift i vërtet, e beson që është një çift i inskenuar vetëm për interesat e tyre dhe kështu që Miri nuk ndjehej shumë i përmbushur në aspektin e Big Brotherit, të paktën kështu e shoh unë. Miri ka filluar të punon me shumë intensitet, ka filluar të punon me shumë dashuri në aspektin e profesionit të tij, ka sjellur shumë hite të bukura, shumë këngë që vazhdon të sjellin edhe hite të tjera. Në raport me marrëdhënien e tij private, gjërat janë superlativ dhe kështu që shoh një Miri që po shijon momentin e tij, por që ka pak hatërmbetje nga Big Brother. Si e komentoni ju këtë ngjarje?